duan që të vijojnë luftën dhëmbë me Iranin, ose derisa një rapalë të dobësohet, apo derisa synimi kryesor është rrëzimi i regjimit, patjetër që afektimi kur Irani i kundërpërgjigjet në efekte ekonomike, patjetër që edhe SBA ndjen atë trysnin që ndoshta sado pak e vogël mund të jetë, por trysnin më të madhe e merr kur nuk i bashkohen aleatët tjerë të NATO-s. Tim që shumë vendet e Europës nuk po i përgjigjen ashtu siç presidenti Trump kërkonte. E kontrollon dot SBA vetëm Hormuzin? SBA në aspektin e kapaciteteve mbetet të jetë superfuqia globale. Po pse se në bëri? gjykimin tim gjithmonë. Patjetër që mendoj se kërkon më shumë një dialog për efekt që të eliminoj këto sforcimet manovrat ushtarake dhe të gjejë një farë dialogu për sa kohë kjo lloj mundësie mund të ekzistonte. Duhet dim shumë mirë që sulmet kanë qenë shumë efikase, pra për sa kohë eliminuan shumë lider të rëndësishëm, përfshi ish liderin suprem e tjerë me radhë, pra sulmet nuk mund thuhet që kanë qenë sulme jo në pikat e rëndësishme sipas këndvështrimit të SBA-s gjithmonë. Pra nuk është se SBA nuk ka arritur atë që donte në një formë, pra ka ulur atë trysninë e Iranit. Ama ka pasur progrese dhe rezultate, po thoni në ambicit që ka pasur në Iran. Dhe pas këtij momenti nuk është e nevojshme ndoshta që të ketë patjetër domosdoshmërisht një luftë të gjatë nga e cila mund të ketë kosto të mëdha, sepse duhet dim që edhe Dubai po përfshihet shumë keq, po përfshihen vende të zhvilluara arabe, të cilat interesat e drejt për drejta ekonomike i kanë me Shtetet e Bashkuara në momentin që ne flasim. Dhe për të mënjanuar efektin e tërthor që mund të ketë nëpërmjet këtyre vendeve, patjetër që i shtrihet dora edhe e dialogut. Qartë. Si e shikon Leonard pozicionimin e Rusisë dhe Kinës? Kina vazhdon që të bëj biznes apo jo me Iranin, të gjitha rrugët i ka të hapura, ndërkohë që Rusia duket paksa edhe më e kujdesshme se diplomacia fine e zakonshme e Kinës kërkon, le themi, aleat tek Trump, ky i fundit i jep, le themi, dorë duke hequr disa prej sanksioneve të naftës, e ndërkohë i kërkon gjithashtu presidentit Shteteve të Bashkuara të Amerikës që situata të ndryshojë në Iran, edhe këtu kam parasysh sigurisht operacionin ushtarak i cili gjatë atyre ditëve kur Putin dhe Trump, sipas informacioneve, kanë kontaktuar në telefon, kanë qenë me intensitet shumë të lartë. Qëndrimin e Rusisë dhe Kinës si e sheh në këtë konflikt? Janë dy qëndrime që ngjajnë me njëra tjetrën në aparencë, por në thellësi diferencohen, sepse Rusia ka një hall të saj, siç është lufta në Ukrainë, gjë e cila e ka dobësuar, për të thënë të vërtetën, e ka dobësuar në maksimum. Dhe Rusia e kërkon presidentin Trump si pikë kyçe për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë. Pasi nga Bashkimi Evropian nuk është se ka marrë një përgjigje, do të thoja, të ashtu siç ajo e kërkon në raport edhe me shkëmbimin e territoreve të Ukrainës. Pra Rusia kërkon që të shkëpus një pjesë nga Ukraina, gjë e cilën Bashkimi Evropian nuk e mbështet kategorikisht, sepse mbështet vetëm idenë e pandryshueshmërisë territoriale të Ukrainës, dhe këtë gjë presidenti Putin mundohet ta bëjë nëpërmjet koordinimit me presidentin Trump, dhe në këtë prizëm nuk është se ka ndërmarrë një fushat qoftë edhe mediatike në brenda Rusisë anti-amerikaniste të fuqishme në raport me Iranin, por edhe nuk është se i ka dhënë ndonjë mbështetje konkrete Iranit në këtë pikë, ndërsa Kina sigurisht që është më e madhe, më e fuqishme, dhe ka një tendencë, ka një bashkëpunim dhe ndërveprim të drejt për drejt me Iranin, sepse dim që po ndërton autostrada, hekurudha, që lidh Kinën me Iranin, po ndërton dhe mundohet që ta ketë në atë sferën e vet të influencës, dhe në këtë kuptim Kina është pak si më e drejt për drejt, ose jo shumë e tërhequr në raport me këtë betejë, pavarësisht se e heshtur. Plus që justifikon edhe
ose do të mundohet ta justifikojë ndoshta për një kërcënim edhe të vetë asaj që ajo kërkon ta ketë Hong Kongun, në kuptimin e fjalës, ndoshta mund të kërkojë që ta justifikojë këtë gjë, plus që duhet dim që edhe si një element tjetër që ka shtyr në këtë luftë ka qenë edhe krijimi i BRICS, që cila Irani ishte pikë e rëndësishme në këtë ndërveprim, dhe SBA patjetër që do të kërkojë që të ngushtojë influencën e BRICS-it, dhe patjetër që ka edhe një lidhje të kësaj natyre dhe mund të konsiderohet edhe si një përplasje NATO, BRICS ose perëndim lindje përtej atyre elementëve të tjerë që ne i përmendim qoftë në raport me Izraelin apo edhe vende të tjera arabe. Leonard, kam një pyetje të fundit. Gjithmonë më shumë po shtohen gjatë këtyre orëve zëra të cilët mendojnë se nuk do të ketë më luftë në Iran mbas këtyre 5 ditëve. Ju çfarë mendimi ndani? Referuar asaj se çfarë kjo luftë, qëllimin e luftës dhe se çfarë ka arritur deri tani, më shty që të besoj se do të ketë një farë armpushimi ose ngrirje të kësaj betejë. Më shumë se 5 ditor. Në aspektin ushtarak kam fjalën, sepse format e tjera pastaj gjithmonë të influencës, soft power e tjerë do të vazhdojnë, sepse siç e thash, nga pjesa e perëndimit nuk është se mbetet një arsye fortë për të sulmuar Iranin, përsa ka bazat të rëndësishme të Iranit që kanë punuar dhe vepruar për pasurimin e uraniumit për ndërtuar bombë bërthamore, janë asgjësuar pothuajse. Element të rëndësishëm të ushtrisë qoftë edhe, pra mund të kujtojmë edhe më përpara që ish shefi shtabit Qasem Sulejmani u vrani në sulm të më përparshëm, pra të viteve më përpara, dhe të gjithë elementet që përbëjnë kërcënim, do të thoja, në raport me Izraelin apo edhe SBA-t në rajon, janë defaktorizuar në një farë forma. Dhe kjo do të sjellë ndoshta edhe një armpushim, por nga ana tjetër do të ishte problem disfat e madhe për gjithë ne që prekemi në mënyrë nëse do të vijonte, sepse nuk është më lufta siç ka qenë për shembull në aspektin fizik apo frontal, dhe tani elementet e luftës janë më zhvilluar e tjerë me radhë dhe afektohen shumë shpejt edhe vende të tjera. Shpresojmë të mbarojë sa më shpejt, rritja e çmimeve po ndjehet. Faleminderit, Leonard. Faleminderit për ftesën. Shkëputemi, rikthehemi për pak.